po sikur historia që kemi mësuar në shkollë të jetë vetëm një pjesë e së vërtetës. Po sikur qytetërimi njerëzor të mos ketë lindur vetëm nga evolucioni dhe përpjekja e njeriut, por të jetë ndikuar nga vizitorë që erdhën nga yjet mijëra vite më parë. Në pllakat prej Balte të Mesopotamisë, një nga qytetërimet më të lashta në botë, përmendet një grup qenjesh të fuqishme të quajtura Anunnaki. Për disa studiues të mitologjisë, ata ishin thjesht perëndi të kulturës sumere, por për të tjerë, ata mund të kenë qenë vizitor nga një botë tjetër, të cilët sollën njohuri, teknologji dhe ndryshuan përgjithmonë fatin e njerëzimit. A është e mundur që tempujt gjigant, njohuritë e avancuara për astronominë dhe lindja e qytetërimeve të para të mos kenë qenë rastësi? Apo këto janë vetëm mite që me kalimin e kohës janë keq interpretuar? Në këtë video do të eksplorojmë legjendat e Anunnakëve, tekstet e lashta sumere, teoritë më të famshme që i lidhin ata me alienët dhe çfarë thon historianët e arkeologët për këto pretendime. Në fund, do të vendosni vetë nëse kemi të bëjmë me një mit të jashtëzakonshëm apo me një mister që ende pret të zbulohet. Kush ishin Anunnakët? Për të kuptuar pse Anunnakët vazhdojnë të ngjallin kaq shumë debat edhe sot, duhet të kthehemi më shumë se 5000 vjet pas në kohë, në zemër të Mesopotamisë, rajoni që shumë historianë e konsiderojnë djepin e qytetërimit njerëzor. Pikërisht aty, midis lumenjve Tigër dhe Eufrat, lulëzoi qytetërimi Sumer, një nga kulturat më të hershme të njohura në histori. Sumerët ndërtuan qytete të mëdha, zhvilluan një sistem të avancuar ujitjeje, krijuan shkrimin kuneiform dhe lanë pas mira pllaka balte të mbushura me tregime, ligje dhe mite. Në këto tekste përmendet shpesh një grup hyjnish të quajtur Anunnak. Në mitologjinë sumere, Anunnakët përshkruheshin si qenie hyjnore me autoritet të madh. Ata konsideroheshin pasardhës të perëndisë së qiellit An dhe lidhen me krijimin e rendit kozmik, gjykimin e njerëzve dhe mbrojtjen e qyteteve. Çdo qytet kishte hyjninë e vet kryesore, ndërsa Anunnakët përfaqësonin një këshill të fuqishëm perëndish që vendoste mbi fatin e botës. Megjithatë, gjatë dekadave të fundit, emri i tyre ka marrë një kuptim krejt tjetër në kulturën popullore. Disa autorë të teorive alternative kanë propozuar se Anunnakët nuk ishin perëndi në kuptimin fetar, por vizitor nga një planet tjetër. Sipas kësaj hipoteze, njerëzit e lashtë, duke mos kuptuar teknologjinë e tyre, i interpretuan si qenie hyjnore dhe i përshkruan në mite. Kjo ide u bë veçanërisht e njohur në fund të shekullit të 20, kur disa libra pretenduan se tekstet sumere flisnin për një racë alienësh që kishte ardhur në tokë mijëra vjet më parë. Këto libra sugjeronin se Anunnakët sollën njohuri për bujqësinë, astronominë, ndërtimin dhe madje ndikuan në zhvillimin e qytetërimit njerëzor. Por këtu lind pyetja më e rëndësishme. A e mbështesin vërtet pllakat sumere këtë interpretim? Shumica dërmuese e historianëve, arkeologëve dhe specialistëve të gjuhës sumere thonë jo. Sipas tyre, tekstet origjinale përshkruajnë Anunnakët si pjesë të besimit fetar të sumerëve, njësoj si perëndit në mitologjinë greke apo egjiptiane. Nuk ka prova të pranuara nga komuniteti shkencor që këto dokumente të flasin për alien ose teknologji jashtëtoksore. Megjithatë, fakti që nuk ka prova nuk e ka ndalur debatin. Përkundrazi, sa herë zbulohen pllaka të reja ose përkthehen tekste të lashta, teoria rikthehet në qendër të vëmendjes. Për shumë njerëz, misteri nuk qëndron vetëm te vetë Anunnakët, por te pyetja nëse qytetërimet e lashta zotëronin njohuri që ende nuk i kuptojnë plotësisht. Si lindi teoria se Anunnakët ishin alien? Për mijëra vjet, Anunnakët u konsideruan thjesht pjesë e mitologjisë së lashtë mesopotamase. Askush nuk i lidhte ata me jashtëtoksorët. Kjo ndryshoi vetëm në gjysmën e dytë të shekullit e, kur disa autorë filluan të interpretonin tekstet e lashta në një mënyrë krejtësisht të re. Figura më e njohur në këtë drejtim ishte Zecharia Sitchin. Në librat e tij, ai argumentoi se shumë pllaka sumere nuk përshkruanin perëndi, por një racë alienësh që kishin ardhur në tokë nga një planet i quajtur Nibiru. Sipas interpretimit të Sitchin, Anunnakët mbërritën në tokë qindra mijëra vjet më parë në kërkim të mineraleve, veçanërisht arit. Ai pretendonte se puna ishte tepër e vështirë për ta, dhe se vendosën të krijonin një specie punëtore duke ndërhyrë në adën e paraardhësve të njerëzve. Kështu, sipas kësaj teorie, lindi Homo sapiens. Ky rrëfim është bërë jashtëzakonisht i njohur në libra, dokumentar dhe internet. Përkrasit e teorisë besojnë se shumë mitet të lashta nuk janë thjesht tregime simbolike,
por kujtime të deformuara të kontakteve reale mes njerëzve dhe një qytetërimi shumë më të avancuar. Ata sjellin si argument faktin se sumerët kishin njohuri të habitshme për astronominë, matematikën dhe ndërtimin. Ata pyesin: si mundi një qytetërim kaq i hershëm të zhvillonte kaq shpejt shkrimin, organizimin urban dhe sisteme komplekse ligjore? Megjithatë, këto pyetje nuk janë prova. Komuniteti shkencor e kundërshton pothuajse një zëri interpretimin e Sitchin. Gjuhëtarët që studiojnë gjuhën sumere kanë deklaruar se shumë nga përkthimet e tij nuk përputhen me kuptimin e teksteve origjinale. Sipas tyre, ai përdori interpretime personale për të ndërtuar një histori që nuk mbështetet nga burimet historike. Edhe planeti Nibiru mbetet një pikë e debatit. Në astronominë moderne nuk ekziston asnjë provë e pranuar për ekzistencën e një planeti të tillë që hyn periodikisht në sistemin diellor, siç përshkruhet në teori. Po ashtu, nuk është zbuluar asnjë provë arkeologjike që të tregojë praninë e teknologjisë jashtëtoksore në Mesopotaminë e lashtë. Megjithatë, populariteti i kësaj historie nuk është zbehur. Përkundrazi, ai është rritur fal dokumentarëve, filmave fantastiko-shkencor dhe rrjeteve sociale. Për shumë njerëz, teoria e Anunnakëve përfaqëson një alternativë intriguese ndaj historisë tradicionale, ndërsa për të tjerë ajo mbetet një shembull i mënyrës se si mitet mund të interpretohen jashtë kontekstit të tyre. Në fund, mbetet një dallim i rëndësishëm. Ekzistojnë tekstet autentike sumere që flasin për Anunnakët si figura mitologjike, ndërsa ideja se ata ishin alien është një teori moderne, e cila nuk pranohet si fakt nga shumica e historianëve dhe arkeologëve. Provat e pretenduara dhe çfarë thot shkenca. Nëse kërkoni në internet për Anunnakët, do të gjeni qindra video dhe artikuj që pretendojnë se ekzistojnë prova të pakundërshtueshme për vizitën e alienëve në tokën e lashtë. Fotografi të reliefëve sumer, statuja me sy të mëdhenj, simbole misterioze dhe monumente gjigante paraqiten shpesh si dëshmi se njerëzimi ka pasur kontakt me një qytetërim jashtëtoksor. Por sa të forta janë në të vërtetë këto pretendime? Një nga argumentet më të zakonshme lidhet me vulat cilindrike sumeriane. Në disa prej tyre shfaqen yje, disqe dhe simbole qiellore. Përkrasit e teorisë së alienëve thonë se këto janë harta të sistemit diellor ose përshkrimet e anijeve kozmike. Megjithatë, historianët japin një shpjegim tjetër. Sipas tyre, këto simbole janë pjesë e artit dhe simbolikës fetare të kohës. Në shumë kultura të lashta, dielli, hëna dhe yjet përdoreshin për të përfaqësuar hynit, ciklet e natyrës dhe rendin kozmik, jo teknologjinë moderne. Një tjetër argument është njohuria astronomike e sumerëve. Është e vërtetë se ata ishin astronom të aftë për kohën e tyre. Ata vëzhgonin qiellin me kujdes, regjistronin lëvizjen e yjeve dhe planetëve të dukshëm me sy të lirë dhe krijuan kalendar që ndihmonin bujqësinë dhe jetën e përditshme. Por kjo nuk do të thotë se ata kishin teleskop të avancuar ose ndihmë nga alienët. Historianët theksojnë se këto njohuri u zhvilluan gradualisht përmes vëzhgimeve të vazhdueshme gjatë shumë brezave. Një tjetër mister që përmendet shpesh janë ndërtimet monumentale të qytetërimeve të lashta. Si arritën njerëzit, pa makineri moderne, të ndërtonin tempuj dhe struktura gjigante. Për shumë njerëz, përgjigjja duket e thjeshtë. Ndoshta dikush me teknologji superiore i ndihmoi. Megjithatë, arkeologët kanë zbuluar prova të shumta që tregojnë metodat e përdorura nga ndërtuesit e lashtë. Vegla prej guri dhe bronzi, rampa, leva, sisteme transporti dhe organizimi i mirë a punëtorëve shpjegojnë se si këto projekte mund të realizoheshin pa pasur nevojë për teknologji jashtëtoksore. Një tjetër pretendim i njohur lidhet me statujat sumere, të cilat shpesh kanë sy shumë të mëdhenj. Disa njerëz besojnë se ato përfaqësojnë alien, por studiuesit e artit mesopotamas shpjegojnë se sytë e mëdhenj kishin kuptim simbolik. Ata përfaqësonin vigjilencën, devotshmërinë dhe lidhjen shpirtërore me hynit, jo pamjen fizike të qenieve nga hapësira. Kjo nuk do të thotë se çdo mister është zgjidhur. Ka ende shumë pyetje rreth qytetërimeve të lashta që vazhdojnë të studiohen. Çdo vit zbulohen artefakte të reja, përkthehen pllaka të panjohura dhe dalin informacione që na ndihmojnë të kuptojmë më mirë botën e lashtë. Megjithatë, deri më sot nuk është gjetur asnjë provë verifikuar shkencërisht që të tregojë se Anunnakët ishin vizitor nga një planet tjetër ose se njerëzimi u krijua nga një qytetërim alien. Teoria mbetet një hipotezë e kulturës popullore dhe jo një përfundim i pranuar nga kërkimi shkencor. Dhe ndoshta pikërisht këtu qëndron magjia e këtij misteri.
Sa më shumë mësojmë për të kaluarën, aq më shumë kuptojmë se historia e njerëzimit është plot pyetje që vazhdojnë të nxisin imagjinatën. Disa prej tyre marrin përgjigje me kalimin e kohës, ndërsa të tjera mbeten ende të hapura për debat. Mit, teori apo një mister që ende pret përgjigje. Historia e Anunnakëve vazhdon të jetë një nga misteret më të diskutuara të botës së lashtë. Për disa njerëz, ata ishin thjesht perëndi të mitologjisë sumere, të krijuara për të shpjeguar forcat e natyrës dhe origjinën e qytetërimit. Për të tjerë, legjendat mund të jenë kujtime të një kontakti të lashtë me një qytetërim shumë më të përparuar. Është e pamohueshme se sumerët ishin një popull i jashtëzakonshëm. Ata krijuan një nga sistemet e para të shkrimit, ndërtuan qytete të organizuara, zhvilluan ligje, matematikë dhe astronomi në një kohë kur pjesa më e madhe e botës ende jetonte në komunitete të vogla. Pikërisht ky zhvillim i shpejt ka bërë që shumë njerëz të pyesin: si arritën të ndërtonin një qytetërim kaq të avancuar? A ishte rezultati i zgjuarësisë njerëzore dhe përvojës së grumbulluar gjatë mijëra viteve? Apo ndodhi diçka që historia nuk e ka ruajtur? Deri më sot, nuk ekziston asnjë provë shkencore e verifikuar që tregon se Anunnakët ishin alien ose se ata krijuan njerëzimin. Shumica e historianëve dhe arkeologëve bien dakord se tekstet sumere janë mite fetare dhe nuk përshkruajnë vizitor nga hapësira. Megjithatë, mungesa e provave nuk ka ndalur kurreshtjen. Përkundrazi, çdo zbulim i ri arkeologjik rikthen interesin për qytetërimet e lashta. Çdo pllak balte e përkthyer, çdo tempull i zbuluar dhe çdo artefakt i ri na kujton se ende dim shumë pak për fillimet e historisë njerëzore. Ndoshta një ditë teknologjia moderne do të zbulojë prova të reja që do të ndryshojnë mënyrën se si e kuptojmë të kaluarën. Ose ndoshta do të konfirmojë se aftësia, inteligjenca dhe bashkëpunimi i njerëzve të lashtë ishin më të mëdha se sa kemi menduar ndonjëherë. Në fund, pyetja mbetet e hapur. A ishin Anunnakët thjesht perëndi të mitologjisë sumere? A u keq interpretuan legjendat gjatë shekujve? Apo mos vallë ato fshehin një copës të një historie që ende nuk e kemi zbuluar? Për momentin nuk kemi përgjigje përfundimtare. Kemi vetëm teori, mite, zbulime arkeologjike dhe një dëshirë të madhe për të kuptuar se nga erdhëm. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse historia e Anunnakëve vazhdon të magjeps miliona njerëz në mbar botën. Sepse misteret më të mëdha nuk janë gjithmonë ato që kanë përgjigje, por ato që na bëjnë të vazhdojmë të kërkojmë. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like, të abonoheni në kanal dhe të aktivizoni njoftimet, sepse në videot e ardhshme do të eksplorojmë misteret të tjera të lashtësisë, qytetërime të humbura dhe teori që vazhdojnë të sfidojnë historinë zyrtare. Faleminderit që ishit me ne, dhe deri në videon e radhës, vazhdoni të kërkoni të vërtetën.